Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Ujërat termale të Bënjës po tërheqin gjithnjë më shumë vizitorë vendas dhe të huaj, duke u kthyer në një nga destinacionet më të veçanta të turizmit natyror në jug të Shqipërisë. Turistët vijnë për të shijuar peizazhin unik dhe përvojën relaksuese që ofron kjo zonë. Në lumin Vjosa, pas shpalljes së parë kombëtar në vitin 2023, po zhvillohen studime dhe monitorime të vazhdueshme për ruajtjen e biodiversitetit të pasur që e karakterizon këtë ekosistem unik në Europë. Sipas drejtueses së zyrës administrative Duina Guga, disa specie gjallesash janë të kërcënuara nga ndotja dhe ndryshimet klimatike, ndaj po punohet për identifikimin dhe mbrojtjen e tyre. Bashkia e Sarandës po luan një rol aktiv në promovimin e zonës përmes organizimit të aktiviteteve të ndryshme që nxjerrin në pa potencialin turistik, kulturor dhe historik të saj. Tonisma synoi në ruajtjen dhe prezantimin e traditave lokale, si dhe forcimin e identitetit kulturor të zonës. Banorët e Dropullit kujtojnë presionet e pushtetit gjatë kremtimit të pashkëve para 60 vitesh, ndërsa në vitin 1967 besimi fetar u ndalua me ligj, ku shkatërua në vendin tonë mira institucione fetare. Ju njohim tani më gjerësisht. Ujërat termal të Bënjës po tërheqin gjithnjë më shumë vizitorë vendas dhe të huaj, duke u kthyer në një nga destinacionet më të veçantë të turizmit natyror në jug të Shqipërisë. Turistët vijnë për të shijuar peizazhin unik dhe përvojën relaksuese që ofron kjo zonë. Një destinacion që po fiton gjithnjë më shumë vëmendje, ujërat termale të Bënjës janë kthyer në një pikë referimi për turizëm natyror dhe kurativ në jug të vendit. 2 herë në vit vi, vazhdimisht, po vin nga pranvera. Tani u përshden që koha se ka qenë mirë, po pranvera është stina më e bukur. Sa kohë qëndroni në? 1-2 javë dhe pastaj vazhdoj. Kurative, qetësi mendore, më pak zhurmë, më shumë akustik natyrore, domethënë nuk ka zhurmë këtu ka qetësi. Se këto vendet Tirana, Durrësi janë të mbingarkuara. Këtu është dhe kosto e lirë, po të shohësh unë me një tapet edhe një kamping që e kam aty edhe jam shumë e kënaqur. Edhe këtu ka dhe hotele që janë shumë ekonomike, por shumica që janë, po t'i shohësh këtu janë të huaj. Kjo flet më shumë se ç'duhet. Turistët shprehen se vinë për të eksploruar natyrën dhe për të përjetuar nga afër këtë destinacion të rrallë. Sí, precioso. Vi nga Spanja dhe kemi një javë në Shqipëri. Kemi vetëm 2 ditë që kemi ardhur këtu. Është një vend shumë interesant dhe i këndshëm, ndryshe nga çdo vend tjetër që kam parë më parë. Po më pëlqen shumë. Very precioso. E kishim parë në rrjetet sociale dhe vendosëm të vinin. Prej 2 ditësh po eksplorojmë këtë vend kaq magjepses. Ndërkohë, me pritjen e përfundimit të punimeve në banjat termale të Bënjës, pritet një rritje e menjëhershme e fluksit të vizitorëve. Shqipëria po fiton gjithnjë më shumë vëmendje si një alternativë ideale për pushime verore, fal kombinimit të çmimeve të ulta dhe natyrës paprekur, ndërsa vendet e njohura europiane si Spanja dhe Portugalia vijojnë të jenë shumë të frekuentuara nga turistët, ekzistojnë ende destinacione më të qeta ku pushuesit mund të relaksohen larg turmave masive, shkruan Sara Gray në një artikull të botuar në median britanike. Këto destinacione ofrojnë plazhe piktoreske, akses të lehtë dhe çmime të përballueshme. Sipas ekspertes së udhëtimeve Laura Evan Fisk, disa xhevahir të fshehur duhet të vizitohen sa janë ende të pazbuluar përpara se ato të mbipopullohen. Mes destinacioneve të sugjeruara janë në vend pushimet në Shqipëri, Spanjë dhe Portugali, me fokus të veçantë tek Bregdeti shqiptar. Ekspertja rekomandon 2 zona kryesore për pushime, Ksamilin dhe Porto Palermon, pjesë të ashtu quajturës Riviera shqiptare. Sipas saj, Riviera shqiptare po shndërrohet me shpejtësi në një destinacion tërheqës dhe ekonomik në jugperëndim të vendit. Të dhënat më të fundit tregojnë se rreth 11.7 milion turist vizituan Shqipërinë në vitin 2024, një rritje prej 15% krahasuar me një vit më parë, një trend që reflekton interesin në rritje për këto zona. Vizitorët mund të shijojnë urat e kristalta, plazhet me guralec të bardhë dhe peizazhet mbreslënse malore. Ksamili shpesh i konsideruar si
Maldivet e Europës sugjerohet ndër plazhet më të bukura dhe më të preferuara, falë rërës së bardhë dhe ujrave jashtëzakonisht të kthjellta. Për ata që kërkojnë një atmosferë më të qetë, Porto Palermo ofron një nga gjiret më piktoresk. Këto destinacione po shihen gjithnjë më shumë si alternativa ideale për pushuesit që kërkojnë bukuri natyrore, qetësi, përvoja autentike larg turizmit masiv. Në Lumi në Vjosa, pas shpallje si park kombëtar në vitin 2023, po zhvillohen studime dhe monitorime të vazhdueshme për ruajtjen e biodiversitetit të pasur që e karakterizon këtë ekosistem unik në Europë. Sipas drejtueses së zyrës administrative Eduina Guga, disa specie gjallesash janë të kërcënuara nga ndotja dhe ndryshimet klimatike, ndaj po punohet për identifikimin dhe mbrojtjen e tyre. Ndërkaq që bashkëpunimi me institucionet dhe komunitetet lokale mbetet thelbësor për ruajtjen afatgjatë të kësaj pasurie natyrore. Studimet dhe vëzhgimet në Lumin Vjosa, sidomos pas shpalljes së tij park kombëtar në vitin 2023, tregojnë se ky ekosistem është një nga më të pasurit në biodiversitet në Evropë, por njëkohësisht edhe më i ndjeshëm ndaj ndryshimeve mjedisore dhe ndërhyrjeve njerëzore. Deri tani ne kemi informacion që përgjatë parkut jetojnë 1175 specia. Këto janë specie të dokumentuara, pra ne i kemi emrat, llojet dhe zonat ku këto specie qëndrojnë. Megjithatë, përsëri në bazë të studimit që ka evidentuar këtë listë të specieve, thuhet që kjo listë specieve përbën vetëm 5 deri në 10% të specieve totale që ndodhen përgjatë parkut, që do të thotë ka ende shumë punë për të bërë, për të dokumentuar dhe për të evidentuar të gjitha gjallësat që jetojnë përgjatë parkut. Ndër këto gjallësa, disa janë gjallësa të zakonshme dhe janë masive, disa të tjera janë gjallësa të kërcënuara. Në kuptimin që habitati i tyre është ose në popullsi shumë të vogël ose drejt zhdukjes totale. Për këtë arsye është shumë e nevojshme që ne t'i kushtojmë rëndësi të veçantë këtyre lloj gjallësave që janë të kërcënuara dhe të krijojmë kushtet e përshtatshme për të krijuar habitatin e nevojshëm në mënyrë që ato të kenë mundësi edhe të shumohen aty. Guga theksoi se disa lloje gjallesash janë të kërcënuara nga faktorë të ndryshëm si ndotja, ndryshimet klimaterike e të tjerë. Janë disa lloje që ndodhen në atë listën e kuqe që quhet Red List, pra është lista e gjallësave të kërcënuara globalisht sipas IUCN-it, që është shoqata ndërkombëtare që merret me mbrojtjen e ekosistemeve. 2 lloje zojsh, janë 7 lloje peshqish të ndryshëm, është 1 gjitar, 2 molusqe, janë edhe 2 lloje bimësh vaskulare të kërcënuara. Parku kombëtar i Vjosës përfaqëson një pasuri të jashtëzakonshme natyrore, por njëkohësisht mbetet i ndjeshëm ndaj presioneve të jashtme, ku po punohet për të identifikuar disa specie që janë të kërcënuara dhe vazhdimisht kryen monitorime për ruajtjen e tyre. Ndërkaq, bashkëpunimi me institucionin dhe komunitetin lokal është kyç për mbrojtjen afatgjatë të këtij ekosistemi unik. Bashkia e Sarandës po luan një rol aktiv në promovimin e zonës përmes organizimit të aktiviteteve të ndryshme që nxjerrin në pa potencialin turistik, kulturor dhe historik të saj. Këto nisma synojnë në ruajtjen dhe prezantimin e traditave lokale si dhe forcimin e identitetit kulturor të zonës. Gjithashtu bashkia merr pjesë në panajre të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, duke promovuar Sarandën dhe duke krijuar bashkëpunime të reja për zhvillimin e turizmit. Bashkia e Sarandës po vijon të ketë një rol të rëndësishëm në promovimin e zonës si një nga destinacionet kryesore turistike në jug të vendit. Përmes një sër aktivitetesh të organizuara gjatë vitit synohet rritja e vëmendjes ndaj potencialit turistik, kulturor dhe historik që ofron qyteti dhe zonat përreth. Këto aktivitete përfshin promovimin e traditave lokale, kulinarisë, artit dhe trashëgimisë historike, duke i kthyer në një vlerë të shtuar për vizitorët të vendas dhe të huaj. Është një nga detyrat tona kryesore si institucion të promovojmë sa më shumë vendin ton edhe të promovojmë të gjitha mundësitë të cilat Saranda ofron si destinacion, duke përfshirë sigurisht edhe zonat përreth. Promovimi i destinacionit nuk përfshin vetëm promovimin kulturor edhe të traditës dhe të historisë, por normalisht edhe nëpërmjet aktiviteteve të shumta që zhvillohen gjatë sezonit. Edhe vitin e kaluar ne kemi patur një larmishmëri të madhe të aktiviteteve që ofroi kryesisht për rinin gjatë bulevardit,
Të gjitha këto fillojnë sigurisht me çeljen zyrtare të sezonit, që do të jetë sërish me edicionin e 3 të Fish Festival, i cili zgjat rreth 5 ditë edhe mirëpret me mijëra turistë. Ndërkohë ne jemi duke punuar edhe me agjendën e detajuar për sezonin e lartë turistik. Në të njëjtën kohë Bashkia e Sarandës është pjesëmarrëse në një numër të madh panairesh turistik dhe kulturor brenda dhe jashtë vendit. Bashkia Sarandë e përkushtuar në misionin dhe në vizionin e saj për promovimin e destinacionit Saranda All in One, ka qenë që në fillim të vitit, duke filluar që nga janari vitit 2026, prezente në panairet më të mëdha ndërkombëtare për të prezantuar destinacionin, për të prezantuar vlerat kulturore, traditën, bukurinë që Saranda All in One ofron për të gjithë turistët e huaj. Duke filluar që nga panairi i madh i zhvilluar në Madrid, Fitur, duke vazhduar pastaj edhe me panairin e Munihut edhe më të madhin në kategorinë e vet ITB Berlin. Do të vazhdojmë edhe me 2 panaire të tjera në Bolzano të Italisë edhe në Kosovë deri në fund të prillit, sepse pastaj fillon edhe sezoni turistik dhe mirëseardhja e vizitorëve të shumtë. Në këto aktivitete prezantohet potenciali i zonës dhe krijohen bashkëpunime të reja me operator turistik dhe institucione të ndryshme me synim forcimin e mëtejshëm të zhvillimit turistik të Sarandës. Rastet e rënda që nuk trajtohen në spitalin e Sarandës referohen drejt spitaleve të tjera të vendit, si Fier, Durrës dhe Tiranë, për trajtim më të specializuar. Sipas shefit të urgjencës Spiro Talo, rastet më të shpeshta që transferohen janë infrakte, ndërsa bluzat e bardha theksojnë se situatat të tilla janë të rralla. Sistemi i referimit mbetet i rëndësishëm për garantimin e kujdesit shëndetësor në kohë dhe menaxhimin e duhur të rasteve emergjente. Rastet e rënda që nuk mund të trajtohen në spitalin e Sarandës referohen drejt spitaleve të tjera të vendit, si në Fier, Durrës apo Tiranë, për të marrë ndihmë më të specializuar. Ky proces siguron trajtimin e duhur për pacientët që kërkojnë ndërhyrje më të avancuar mjekësore. Sipas shefit të urgjencës Spiro Talo, rastet më të shpeshta që transferohen drejt spitaleve të tjera janë ato të infrakteve. Në Tiranë kryesisht dërgohen rastet e infarkteve, të cilët kanë të domosdoshme bërjen emergjente të koronarografisë, ndërhyrjen emergjente, ose rastet shumë të rënda, të cilat është e pamundur për të trajtuar pranë spitalit tonë, i cili është një spital bashkiak dhe nuk i ka të gjitha kapacitetet e duhura. Pra, në Tiranë ose Fier ose Vlorë dërgohen ato raste të cilat nuk mund të trajtohen këtu dhe paraqitin rrezik të lartë për jetën e tyre. Këto situata kërkojnë kujdes të menjëhershëm dhe shërbim të specializuar jashtë spitalit të Sarandës. Megjithatë, bluzat e bardha theksojnë se raste të tilla janë të rralla dhe pjesa më e madhe e pacientëve trajtohen me sukses në spitalin lokal. Kemi pasur raste të rënduar, pacient kardiak, pacient me pneumoni, të cilët janë dërguar për trajtim më të specializuar pranë qendrave spitalore universitare. Raste kirurgjikale, të cilat janë të pamundura të trajtohen pranë spitalit tonë. Kryesisht pjesa më e madhe përballohet fatmirësisht pranë spitalit tonë. Janë të pakta ato raste të cilat ne i dërgojmë për trajtim më të specializuar pranë qendrave që i kanë kushtet e përshtatshme dhe mund t'i trajtojnë këto raste të cilat paraqesin shkallë të lartë rrezikshmërie. Sistemi i referimit mbetet një hallkë e rëndësishme për garantimin e kujdesit shëndetësor në kohë duke siguruar reagim të shpejtë dhe menaxhim më të mirë të rasteve kritike, si dhe bashkëpunim të vazhdueshëm mes shërbimeve shëndetësore për garantimin e trajtimit në kohën e duhur për çdo pacient. Banorët e Dropullit kujtojnë presionet e pushtetit gjatë kremtimit të pashkëve para 60 vitesh, ndërsa në vitin 1967 besimi fetar u ndalua me ligj ku shkatërua në vendin tonë mijëra institucione fetare.
Pas 3 javësh, si gjithë besimtarët ortodoks, dropullitët do të kremtojnë dhe do të festojnë Pashkët, një ngjarje historike, fetare, shoqërore, por edhe laike njëkohësisht. Gjithsesi, memoria historike e banorëve të dropullit inspiron këta të fundit të mos injorojnë ngjarjet e 6 shkullit të vitit 1967, ku sistemi totalitar i asaj kohe ndaloi me ligj besimin fetar në vendin tonë. Si pasojë këtij vendimi u shkatruan 2169 institucione fetare, mes cilave 608 kisha dhe manastire ortodokse. Natyrisht, edhe në dropull janë shkatruar kisha e manastire, ku një pjesë të cilave janë kthyer në depo e magazinat e kooperativave. Megjithatë, ironia dhe tallja e pushtetit me besimin fetar para vitit 67 u ka dhëmbur më shumë dropullitëve. Për të festuar para 67-s mund të qeçik, po mbas 67-s, siç më ka thënë dhe prindrit e mi, thonë të i festoj fshehurasi. Edhe mund të venin për shembull në kish, për shembull të bënin një vestë të kuqe, po ta fusin në një vend që mos dukej. Ati gjëra aty më lart. Se evidentoheshe nga instancat përkatëse? Sa kishim të tjera probleme. Këto festa si që është Pashkët ishin festa shtepjake. Çdo familje bën pjesët që takojnë me lirjen e vezëve, me ato pitat që bënin, çdo familje bën gjëra të përbashkëta edhe para që zestatë para. Festa popullore bëheshin mesazhe në fshatra për Pashkën. Unë nuk isha shumë i vogël, beheshin atëre, para se të ashtu, po unë nuk mbaj mend. Duke dëgjuar, beheshin atëre edhe festa dhe për 6 gushtin, që beheshin festat e madha, që ishte festa e madhe 6 gushtit me të amarve sotirës, benim edhe me të kërcirë dhe me aheng. Sistemi i atëhershëm totalitar para vitit 1967 kishte filluar të sulmonte besimin fetar, po edhe priftërinë e zonave. Patjetër, çdo gjë ishte me kujdes dhe me gjëra që nuk mund të flisje hapur për fen dhe ashtu. Ishte diçka e ftohtë që i ngacmonin njerëzit që të mos flisin hapur për besimin. Sidoqoftë, memoria dhe kujtesa historike krijon një mburojë inore për festën e Pashkëve ortodokse më 12 prill. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.